njerëz! Ej njerëz, filloj stopi, ju përdo, nuk ju gënjej. Nuk ju gënjej, është 1 prilli, po nuk ju gënjej. Jo më bëjt ati e madhe. Festë e madhe 1 prilli, jeni gjithë pa punë, jena punë minon. Festoni Tu e kina gjene 1 prillit, galata modhe. Dek me rejt. Ne rejm 364 ditë të tjerë. Mon mërë. Na bot me zemër me këto foto tjerë. E pa foto e bajta me ke pas pak. Jeni mirë nga tu të gogës, na bot me zemër. Na sodën foto në fillim. Kemi bërë një aksident, që thamë ne, po gati audicionis e në punë shkretët, të kishin ka latë, 1 prill ta. Marim këto velinat e vjetra, hajde pak në sot se ka fy këmbë. Si vjetra? Këto që kemi pasur para tyre. A pra se dhe vjetra, dhe në hapide. Ne 1 prillin e kemi ditë pune si gjitha punë. Ne kemi Terezimit njëgjën moma. Apo që pekin qeni Fillu qënë pik mjesi djali halës, kam qenë së njoni kam sy. Sigurini nga Hollanda. Hollanda e ka kështu, ha? Keni qenë Po qështë bëj unë ta he? Po. Kujtojt Ledjana të gënjej për 1 prill. Ledjana të fik derën gjithë ditë të vitit. Qyqja ishte 1 prilli. Ledjana të prej për orën. Me 22 shkurt e janar. Sta gënjeve. Të honën që shkoj, sta gënjeve. Vajza, më thë nuk Ju ka... rast telebingo, ju rast. Merë një vetë se unë lodha, nuk ja themë. E ve Kastile të këngën e belit, ju a kam thënë 1 milioner. Kur kaloni atje merë një vetë, kapën një qikë veç të dyja. E në kapë e bjerë, ku i dhe në ku i bjerë. E shikon sa është sa tendencios. Nuk ka mo rruqku duqku. Me një këngë për belit. Kuj ti përmen belit? Se ne na ka unë belit për shkak të motë. Po ki ju? Ska. Dhe ju avë në duke me këngën. E ku Dhe atëhere, do t'i qërohen mire sapet. S'ka problem, po qa do bosh kur ta vinë belinat e tjera, sezonin tjera me bel. Qa kongë do vesh? Ha qa kongë do vesh? Ti DJ-t bëja një syri si Bazdravic, edhe nuk e dhëmë këtë këngë me belit. Arusha Panda, nesër e dua si Arusha Panda. Ta këtu posha do të zezat. Mi mbrëma për shëndetim se vini sot në rësëm të në glan? Haj, mi mbrëma shqiptarë, zoti ju rujt gjithve. Qëna gjeti. Kur po kalon këtë ditë, ma qa nuk pam lanë, qa nuk na qunë. Qytetar dhe qytet... Doli stopi për durësh. Doli stopi për durësh. E ne ju në mi u bot me pëtënë. Se mirë kë. Ju boni si vetja ju boni. Pa ishit këto. Ishit këto të po koreografi. Atere, nese... Merem pak më vonë me një lajmë. Sot do të flasë për uraganin e fuqishëm. Tjetër uragan? Po pa tjetër që po. Na bone si Karaibe mërpurit. A manë mërpurit, s'po mojmë do të frymë. Adere, grushti ti fuqishëm do të godasi. Ashpër, nuk ka më. Vajza. Mama, se s'po të të kena grushtat e Iranit. Grushtat e Pakistanit. Jo. Vajza. është një emër që tundet vëndi. Që dridhen njerëz. Solo. Po vetëm. E ke pak. Udheni pak fort. E ke pak e Harry Potter që thot. Po dhe më besoj çaj që të Harry Potter që thot you know who. You know who. Ky është Lord Voldemort, kush e Erion Praçe. Çka e shikon? Ja, këtu. Shive. Qa do bëj? Puthet e sot. Puthet e shindesën që të shpëtosh. Puthe për them. Puthe minose të shpëtosh. Do bravo. Doli dhe tha. Po tha. Pa pika, 2 pika? Pa pika. Ku ka kohë për 2 pika. Po tha. E kam seriozisht dhe nuk do shgënje kërkëm. Dhe? Nuk e thash, falë se nuk e thash. Për kretar bashkije, pra, do dali vetëm. Për kretar bashkije. Lartë qo. Mos para gjyko aksionin aty. Kara është e hapur. Digjeni pak Erionin. Jam dhe më pak të dhe. Përmes këtyre mesazheve kam parë që ka një pyetje që përsëritet shpesh në to. E ke seriozisht apo po tallesh me ne njerëzit? Po. Dy gjëra. Unë nuk tallem kurrë me njerëzit, se kam bërë kurrë. Një shtas? Dhe nuk ka gjasë që të ndodh në mua. Të tallet me njerëzit? Të tallem me njerëzit. Asnjëherë. E ka seriozisht? Po, e kam seriozisht. Po. Edhe shkoj deri në fund. Do i shkoj deri në fund. Po shatrika Dario. Të morë shatrike. E njëjta pyetje do të vijë nga Edi Rama. E ke seriozisht? Ato po tallesh me... Oke, djatë, lutem të gjithë. Mos më dy. Ke suportin tim personal. Lërë të gjithë, bravo. I love it. E ca ty, për para. Më pëlqejnë vajzat djemt që kanë jetu gjithë jetën në Amerikë. Shumë bravo. Fehen edhe e morin në dorë.
Më dhëm koka, më dhëm koka. Më dhëm koka, më dhëm koka. A të shi! Janë këto djemë vajza që kanë jetu në Amerikë. Mazarove! Jetu në Amerikë gjithë Ka parashikuar Erion Braçe këtu e 30 vjetë për para. Kur ishte i ri, dhe të shi i ri e gjanëm... Kthehen nga Amerika. Rini javë këtu, shojnë si është bo Tirana, edhe mori situatën. Të morë shaketje. Dijeni pak se që ka thënë kohë më para, vajza ju s'kishtë lindur atyre, besoj. Dijeni pak. Është krejt normale që një parti demokratike, do më thënë, gjithë se cili, të legalizoj fraksionin e ti. Është krejt normale që një parti... Një parti demokratike, vetë për një parti jo demokratiken. Demokratike në struktura, që shdo të cilit të tjetë fraksionin e ti. Një parti me demokraci të brëndshme. A, bravo, ja kjo është e sakta. E ca ty. Që në Shqipëri janë të gjitha, paka shumë. I kini mend quba. E për të gjithë, kemi thënë të punojmë, për jo të çmendemi nga puna. E, bravo. Ne kemi thënë të punojmë, po jo të çmendemi nga puna. Ne jemi ata që po çmendemi. Gjitha të vajza, ka një propozim shumë interesant, një ide shumë interesante. Altini, djali ju një montajit, i mrekullueshëm. Më ndihmo pak të lutem. Gëntja, e dini që është Itaka, po jo, në mitologji? Është e vërtet ajo, është qytet. Itaka është ajo pjesës mrapë e kutës. Itaka, mra Taka. Itaka pra, që Odiseja e kërkoi për vite me radhë nuk vajti dot sepse Perëndia e oli erave i frynte erën Zeusi, Poseidon. Zdote me taku grunë dhe shpik. Ja të renat e burrave. Tashi më fal. Ku jep se s'po vjes, mle era në det. Më fal vajza, ti je në një anije me shokët, na lo ishull mishull, humba rrugën. Jo takoj Cirqan, jo takoj Ktena, jo neti me Ktena. Jo po na ktheu nderra, jo na dha me pi. Jo po njona na deu, jo nëna e boni magji. I qëre nuk do të me taku grunë për nese. Pra, Haxhi Daudi është ai që sa për të gjuat. E njëjtë mbetet Itaka. I madhi aktori shqiptar Bekim Femiu ka luajtur Odisen, personazhin kryesor tek filmi, një prodhim interesant i 79-s apo i 6-s, mos gabohem. Ndërsa Erion Braçe është Odiseja kthimi, çfarë? Il ritorno. Erdhi e pa Tiranën si ishte, se se ka pa kaq vite, tha tash. Ky vend ka zot. Të morsh Këta vajza që vinë Tiranë, 4-5 ditë si turist, nervozohen shumë. Bravo. Se Erioni s'ka fajt, ka qenë në për këto qarqet, Lushnjë, Fierë, ku diu në këto vëndet, Vlorë, nuk ka qenë asnjëherë në Tiranë, për ta parë Tiranën, të shigje e pasë si shka të nditu dha, ndalu bek se ka e ndek. Ne më merë peshin herë me në vërhëshë. Të lutën të shi. Vajza, ju të jeni me Erionin. Ti pëse mos t'jemi më? Nuk thash për, desa nuk thash barbecue. Majta s'djata. Kush ishte me Erionin e pare s'boni hajer. Do zotit me këtë dytin. O nish, o artist, o blogi. Lena, dytin. Me dytin, tha, lene të pare. Pra vajza, pa unë të më në qëra. Shtë gjeti ty një fundjavë, të ndalesh një takim, kush do qofë në... Ore të mbash pëmën, ku mbillet i pëmë me kaq kërkohet minone dhe... Pa një pëmë të bëjë investitor strategjik, për të lachkë. Djo mua, se keni një të reja. Nese. Me mbo investitor strategjik, e maj pëmën ditë për ditë, këtu zë... Ullem kafe me saj mirë falë jo pëmë që nga këto të vogla. Pëmë që rapin e mashkullorë. O me ku të e mjellim sot? Jo s'ka sot. Pra me të mjellim i pëmër burë më homët për që. Mua investitor strategjik se maj 2. Po që e mush të aras në palatit në pëmë, gjitha prej notit, e bëj fidanishte. Atere, ka filluar një lëvizje në fakt për jashtimore, si është me këto mjedra, që është të thonë, mediat e këtë ju në këto ca portale, kështu që në karën për kryetarin e Bashkisë Partisë Demokratike, kryetarin e Bashkisë Partisë Demokratike, qyqe nono, për kryetarin e Partisë Demokratike, kanë filluar për jashtimin për ata që i dalin kundra, lafe, intriga, inate, sajesa, kandidat me kryetarin që është aktualisht edhe që do fitoj prap me Sali Berishën. Jo ata që i dalin kundër, Po qarë? ata që janë me Saliani. E sakt. Pra, me Demek ata që e me Salianin, pishkolle pak, hajde. Nuk gjoja! Bra. Madje, vetë doktor Berisha doli e tha. Edhe Salian, edhe po u bon edhe ti, maj pëmët prapë. Saliano, a kone rejena të fune? A kena, 2 pëmë, një është a ne, një këne, i mbajme re dhe që kiti. E a mënër që dhudi, e që toka ka të lira akoma be. I kanë përjashtu. I përjashton. Kjo quat pushkatim politik. Po, të heqin nga Që partira. ka eron kjo ture mirë, po pëse më unë e mora me gallat. E mora me gallat, shu, e? Që është nga gjitha këto distanca. Luka Elbasani e këte që kanë bërë, herdi radha desa Durrësit.
Pastrim Durrës. Ta ndaloj tragedin Durrës. Operacioni fshesa. Hajde, hajde. Mirë, po ç'bën Dursakët, janë burrat mençëm ato, ka pas problem. Enver Hoxha, jo Berisha e Rama. Dursakët kanë qenë jetë mot, nonë zez. Një të mbledh ma shut grup që ishin, erdhën KPD këtu në Tiranë. Dum takime doktorin, tha. Ke pa përja shtatë të këshore? Ne kena qenë demokratë që më kodë italionit, tha, kupto. Por, po, tha njoni, me Saljanin janë po të ketë gartë hapme. Dum takim, tha aty. S'doli njëri. I thanë dhe atyre si ishte dhe në gazetarëve tanë. Boni kërkes me shkrim. Na qoni një kërkes me shkrim, të ju këthejmë S'doli njëri jas atje. Regjia më doka. Ta lutem, riurt. Kam qenë këtu për para jush edhe në 2021-in, kërkoja dignitetin e Zotit Berisha, pasi u përjashtua nga partia, nga leadershipi asaj kohe. Kam kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu, kam kërkuar fakte dhe prova që quan në vendimin e shkarkimit tim. Një hamundësimi joni është edhe bashkimi jonë në foltorin e Saljanit Durrës. Foltoria që në fakt i bëri shumë mirë Partisë Demokratike se i vuri gjithë në lëvizje. Do dalin fiasko me mu, sepse nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nokës, jam demokrat Demba Badem me breza. Unë jam 33 vjetë e kaloj dëmë. 33 vjetë jam kam qenë ushtari Berishës. Dhe vazhdoj t'jem akoma për jetë gare barabartë. Sot më shtes Saljanin, që fatkeqësisht më dalë me druat i mbërë, por e më shtes, sepse duam liri, duam tamam t'jem... Të mosha, pra, keni parasysh atë që ke shi në plash dëgjo, po ikim në pazar, po këtë radhë jam me djali, tha, iko. Mirë po, të shi, nuk i priti një vajza, ju tha, kërkes me shkrim. Edhe këto janë quna që morën nga 10.000 vota në Durrës, nuk janë shu... Vogla, janë atë vogla më për një vot. Që i do Durrësi. Mirë po, në fakt, ky përjashtimi nga radhët e partisë është problemi tyre i brëndshëm, nuk i fare të mërë këtu, po, ndoshta nuk është vetëm pse janë me Saljanin. Jo, nuk është vetëm problemi tyre i brëndshëm. Se sa më shumë përjashtojnë ato nga radhët, haq më shumë në ringë të tjerët në që është edhe problemi jonë i jashtëm. Për problemi i gjithanshëm. Yes. Nese, pra, dikush që mbështet Saljanin të shi dhe gabim. Për qarë? Pse shkoni ke Saljani? Për qarë mërë? Pse? E pare puni si herë kush mbështet Saljanin, dhe në i mask, në i gjonë, në i palsyzën, në i kapuç, dhe... Gjivuni e vla, gjivuni. Notën, mbështetin i notën, nërsin ku më s'ket kamera. Demokracia është një proces që nuk mbaron asnjëherë. Në këtë vend. Jo. Dhe në vendet më të zhvilluara vajza. Është një proces që ka nevojë të konsolidohet. Është si brumi i ardhur. Është si brumi i ardhur, duhet ta lësh diku që të vi. Të vi. Demokracia. Po ky joni do akoma të vi, akoma. Pa mon kur ti bëjmë petlla tona ne. I kemi hedh pak maja. Petlla me ujë keni në gjuju? Petlla me ujë. Kur e bë me pak maja, duhet presësh më shumë. Bravo. Pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Kush e hodhi pistoletën tokën? Okej, mbaruat mojë. A le lojën u, mos luaj më të më dhënë. Mbaruat, okej, hajde, mirë. Kanë qenë të celular. Që ka? Ato Nokia 33 vjeta kanë qenë. Sa arra është thy me këtë celular. Sa baklava janë bo. Atere këtë mos allagatin i një qytetin e Vlorës, si që dhe keni parë nga sfondi, ose nga pjesa pas nesht, ose si i thonë rrallë erë, po e përdorin, në fakt, backgroundi. Sfondi. Sa bukre. Sfondi. Atere, historia është fakt të flasi një ndërtues. Artur Tahira e. Tahira, në fakt, ndërtues, me një ortak të tij. Sigurisht në Shqipëri problemet e ortakërisë në ndërtim, pa jo vetëm kemi treguar, të gjithë keni raste personale pafund për të thënë, për të ulur në për tavolinë për të na treguar njëri tjetrit, nuk shkojnë mirë me ortakëri. Çfarë ndodhi? Për shembull Mercedes-Benz, po të kishin shqiptarë do ishin nda në 1910-ën. Njëri di ishte Benz, një di ishte Mercedes, edhe do marrodi kjo punë. 1908-ën janë hap, në 1910 ishin nda. Okej. Po në Shqipëri. Marru kjo punë. Janë gjerman. Jo, dhe më mrapa se nuk di leta i ustaj që doli në Gjermani. Pasi të kishte tek ai do ishin nda, atëherë do të punoni këtu në marrë kjo punë. Atëherë, historia është që noterja e nderuar Luljeta Cenaj,
Po. Që ka bënde veprime notariale për apartamenti, shitjet e apartamenteve dhe tjera, në një moment të caktuar bashkëshortës së njëri prej ortakëve, amba, se kjo është që duhet kuptoni qartë, pa vendim asambleje ortakësh, e pa reflektuar ky vendim në QKB, dhe Kurgenca Angjellari e pyet blerësen e këtij ambientit të përbashkët, sepse ka shitur ambientit të përbashkëta, i ka shitur si dyqan, edhe shkallët e pallatit. Maso abis një kështu ka... Bëhet fjalë për hyrjen ku hyn banorët të pallatit. Atë kryesoren, e ka bërë si aeroport. Atë hollin e bukur të këtij pallati. Keni kaluar në aeroport që duhet shkosh nga duty free shop për të shkuar? Fiks. Ashtu, kalon ke dëgjoni pastaj shko ke shtëpia. Nëse, pra Kurgenca Angjellari thot blerëses bashkëshortës së njëri prej ortakëve të këtij që flet tek ne Arturit, thot po në QKB, po se shiko thot QKB-ja ka një problem. Pra, problemi është që QKB-ja jo ke këta që shiten ambientet e përbashka dhe shkallët. Ka që maroj kjo punë. Që këtu, unë do thoja dhe natën e mirë, po për kureshen tuaj po ja jap gjithë materialin, që të kuptoni qartë dhe pastër. Eq, na ka gjetër kjo historia të shiturat nga 2 herë gjërat. Në të kenjit e notere, se ish me lytë menë, se e kuptoj që një e shetë Sajmiri, notere një e shetë Gentiani, notere tjetër. Kenjit e notere, mërë, kenjit e notere. Por e kuptoj apartamentet, sirat e përpashta, hyrja pallatit. Sot është pa certifikatës, s'ka se si të ketë certifikat për nësie. Që të bësh, si të marrësh? Sa jep do të njëri? Me legalizim, për si me legalizim? Kër pallati është, heq ma more ka lan nga brënda o Jovan Bregu. Digjeni pak. Përshëndetje mi të stopin, ndodhemi në Vlorë, konkretisht në Lungomare, për problematikën që i ka ardhur ndërtuesit nga noterja Luljeta Cenaj. Konkretisht bëhet fjalë për këto 2 objekte të cilat janë ndërtuar vite më përpara, por absurditeti qëndron sepse kjo notere ka shitur 2 herë 2 dyqane. Në 2012 janë shitur 2 dyqane që ndodhen në objektin numër 2, në katin e parë dhe është likuiduar nga klienti dhe më vonë marrë vesh që në 2020 janë rishitur prapë po nga njëta notere të njëta dyqane. Kallëzimi që është bërë në vitin 2022 për shitjen e 2 dyqaneve 2 herë, njërë në vitin 2012 dhe më pas në vitin 2020, nuk kemi asnjë lloj përgjigje se çfarë është bërë me këtë procedim. Ka 4 vite që qytetari edhe avokati i tij nuk është njoftuar. S'ka asnjë përgjigje nga ana e prokurorisë, bile s'kam bërë. 4 vite s'ka asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje, kam bërë edhe kërkesë, gjithmonë thonë është në hetim. Unë nuk di si të veproj ndryshe, nëse nuk marr përgjigje nga prokuroria, nga këto, pastaj bie që se s'kam si të veproj ndryshe. Nëse drejtësia, prokuroria, gjykata këta apo Ministria e Drejtësisë duan të më shtyjnë drejt kësaj që unë nuk e dëshiroj, pastaj të mbajnë ata përgjegjësi, nuk e di se s'kam ku vete më, nuk kam ku vete më. Ashtu dhe, pra, 2 dyqane që janë shitur dhe likuiduar nga blerësit, zoti Artur thot që në 2020 mora veshje noterja Luljeta Cenaj thot i ka rishitur. Aman, por e thot këtu janë shitur korridori dhe shkallët. Mërë qerke? Dhe shkallët. Po, pa tjetër. Deri në cilin kat? Të katit parë që lidhi me katin e dytë. Kaq. Nuk janë bërta ma qartë, marrin dhe katit e tjera. Kaq më kaq. Në fakt, në 2022, zotëria bën një kallëzim në prokurori. Të morë gjatë gegjen. Bëjeni dorë shumë vajta. Pa prokurori. Po jo, me kapje. 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 Vajta, 3, 2, 1. Prokuroria. Të morë gjatë gegjen. Një ta kap. 4 vjetë prokuroria e Vlorës. E kapi edhe e lëshoj diku. Jo, se ka edhur akoma grepat, pas ka rënë gjë, vlla. Nuk, as i gjomër, 4 vjetë, që do mjaftonte për të zbuluar kush e ka vrak Kennedyn. Gjithse, informacionet fritet lartë e poshtë, po këto të ta kishin gjetur sakt, prokuroria e Vlorës. As i gjë fare. Nuk kam mbaruar me kaq. Kalem përveç këtyre dyqaneve që folëm, kalem atje ke ambientet e përbashkëta. Ja ku e keni. Kjo është histori tjetër edhe shumë e çuditshme që mund të shesësh sipërfaqe të përbashkët. Janë befasuar nga veprimi i kësaj noteres, ambientin e përbashkët me fjalë korridorin, shkallët, me veprimet e saj ka bërë që
t'i kalojnë prosit të një... Bashkëshortes së ortakut. Bashkëshortes së ortakut. Shkoj në katin e dytë ku kam pronat e firmës dhe pronat e mia, që po kjo notere ka bërë tjetërsim, nuk shkoj dot. Se? I ka ndryshuar? I ka ndryshuar, i ka dhënë me qira, i ka bërë dyqane edhe nuk shkoj dot, por në një moment që mund të futem atje, krijohet konflikt. Kam bërë kallëzime edhe për këtë dhe prokuroria e ka pushuar çështjen. Kur bie fjala për noteren Lulieta Cenaj, kjo prokurori nuk funksionon. Do të ndalemi tek rasti ku Lulieta Cenaj, noterja ka shitur ambientin e përbashkës, siç ishte korridori dhe shkalla, dhe prokuroria e Vlorës, Denada Xhera, ka dalë në vendimin e mos fillimit të procedimit penal, pasi kështu e ka gjykuar. Por çfarë marifeti ka përdorur prokuroria e Vlorës, e cila ka dalë me mos regjistrimin e procedimit penal përsa i përket shitjes ambienteve të përbashkëta. Përfituese e këtyre ambienteve të përbashkëta ka marrë firmën e disa qytetarëve të cilët jetojnë pikërisht në të njëjtin kompleks ku ata kanë dhënë pëlqimin që kjo e fundit mund të përdor këto ambiente të përbashkëta. Dhe me këtë logjik i bie që unë të marr firmën e disa qytetarëve dhe të bëhem pronar i urës së tabakëve. Okej. Këtë se kisha parë, themi drejtën. Në 10 vite, ca që kam 12 vite që punoj me Sajmi, unë se kisha pa njerë. Ja, do shosh. Shesësh hapësirat e përbashkëta. Pa të rosh, do shëgosh Gjendian. Jo, po do marrin shembull, se po u shitën shkallët dhe hyrja. Po patjetër. Gropa teknike, ashensori, shitën për gjitha. Gjitha. E patë Gjenta Angjellarin që tha, sepse prokuroria, kjo Denada Xhera, që e kishe këtë çështje dhe e mbylli me pretendimin e thjesht, me demek që për privatizimin e shkallëve, ose shitjen e shkallëve dhe të ambientit përbashkëta, ja marrë firmat e disa banorëve atje. A kanë qenë dakord banorët. Po jo të ati pallati, të një pallati përballë. Duhet 70% të banorëve të asaj shkallë. Thua ti. Gjenta Angjellari bëri një paralelizëm shumë interesant. Vajza, ju e dini urën e tabakëve, atë urën e bukur me gur. Do kalojmë nesër atje si para shkollës tuaj është me vajza para shkollës. Ura e gurit e dini më që kalohet atje. Po për para shkollës tuaj. Po bravo. Atje do kalojmë 5-6 veta, do u marr firmën nga ato kalimtarët, je dakord që ta privatizoj këtë urën unë? Po do thënë ose mirë për ty, kena respekte për Gjentin, pa harbur edhe do firmosin ato. Edhe gjeuni në notere, ura tabakëve është e imja. E tjeti gjë do thot, e ka fajin që këbëja. Bravo. Sa ata e kanë... është një film italian shumë i bukur, Cinema Paradiso, që duhet të shikoni, që është njën e ti e thot, La Piazza e Via! është një që i ka rëshkit trunin pshat, e thot sheshi është imi, dhe përse gjithë ka tunin nga sheshi. Që në unë do them që ura tabakëve është e imja. Pëse më se the? Trunë si këm Terezi. Moshën po e kam për të mos jem Terezi, ura tabakëve nga kjo moment është e imja. Zë më jep një firmën? Juve Tiranë si që ka denë atje? 6 mujtë e para është vështirë vajza, se pastaj fillojnë të besojnë. 6 mujtë e para sa të plasi cipa, pastaj të besojnë. Me vënd tra, edhe në hyrje, edhe në dalje. Fillim dhe befalas. Për turista. Turist dhe nga i euro, shqiptarve nga i milek. Pa pëse e gjinëv shqiptarve i milek? Po boja i mje përsi në pu gjinëv shqiptarët, si i milek e pur. Po të me ditë shqiptarët për i mje përsi lek e pur. Sa është ajo ura i gjatë? Sa është ajo? 70 metra. 70 metra. E paguin shqiptarët ajtë. Për të kalu e rëtë. Paguin miliona erës, paguin për urën time. Vazhdojmë. Jemi në një prej godinave për treguar se si është shitur ambienti i përbashkët në godinën tjetër. Siç ju e shikoni, pra këtu është yrja, ambientet e përbashkëta, ku tek godina tjetër është kthyer në dyqan. Ky është ambienti i përbashkët në katin e parë të një prej godinave, ku në godinën tjetër është kthyer në dyqan, shkallët të cilat të çojnë në katin e dytë, por te godina tjetër, ambientet e përbashkëta, siç është shkalla dhe korridori, është kthyer në dyqan. Dhe këtë shitje, kush e ka bërë? Lulieta Cenaj.
E patë si është bërë dyqan. Qitën, gjërat mira, të bukra, të shishme, interesante. Janë dhënë dhe me qera. Janë dhënë dhe me qera. Pa tjetër, që të bëhet atje. Nuk e kam me ato që ka dyqani, që ka investuar. Problemi është si u bë dyqan. Ore, për momentin është dyqan që sheshu gjingra mingra. Pa ja ju mush njërit me një gjermoj që e bo argendari. Me roje, me automatik, me derë blindume. Nga do hymë banorët më real. Aha, të gjithë. Të e kontrolu në Ku ishe? Leva Majdanozi. Të kohabi që kara të kontrolloj. Me metal detektor. Po kur të kalojnë nese, flasim me pronaren e këti ambientit të përbashkët, kësa habije të madhe që vjen gjithmonë risi nga Vlora, që nuk kemi të gjuar në Vlorë, e që nuk ka vëlla, të gjitha. Thotë, të luta, unë ja kam blerë, thotë, pronarve, për i thotë Genci, më falë, për nuk ka një vendim të asambles, pra dy pronarve që vendosim që të shesim të ambient, sepse duhet një vendimare përbashkët kër i ortak, orë lumiko, së mund të qohë, mund të shi ortak me gjenë dhe me këte e shesë, e të kaloj leket veti. Jo, më vla, kemi se cili aksionet e ti, do të firmosim, po, gjitha kjo reflektohet në QKB. Thot ajo zonja e ndëruar, po i QKB-ja, thot nuk e di pse si ka... Jo, QKB-ja, unë e qova ta e pranun, fajnë e kanë ata. Po, pra. Dijeni. Me Ermira Cena i flasë, jam gazetari Stopit, Genci Angjellari. Po, përshëndetje zotri, si kaloni? Mirë, si jeni ju? Jo, ideja është këtu, do më në bëtë fjalë për një kontratë, unë do doja çmimin që është bërë, dhe a ka certifikat ky ambienti përbashkët? Pronësie? Certifikat ambienti përbashkët, për këtë duhet pyesni administratorin e shoqërisë zotri, jo mua, unë kam marrë një kontratë paraprake dhe mora pranova për të blerë dyqane, sepse ndryshe në momentin që unë s'kisha akses, nuk ishte të fluturoja nga tutesha. Ju keni blerë, po me çfarë çmimi? Me çfarë çmimi? Ato nuk kanë. Atëherë kjo gjë mund ta verifikoni në hipotekë, duke qenë se unë ju kam nisur shumë të saktë numrat e pasurive. Jo, po numrat e pasurive unë verifikova, po ambienti përbashkët nuk ka certifikat dhe nuk ka çmim, dhe ju ja keni blerë bashortit tuaj, mos gaboj. Jo, unë ja kam blerë shoqërisë zotri, shoqëria Shalsat 007, ka lidhje me bashortin. Një nga ortakët është bashorti juaj, zonjë. Atëherë, zotri, ju lutem duhet jeni pa anshëm në momentin që shpreheni, sepse bashorti i më 33% të aksioneve, si kurse zotëron edhe zotëria Artur Tahiraj, kështu që nuk mund të bëni diferencim nëse është për tim apo jo. Më fal, nuk po bëj asnjë lloj diferencimi. Është shoqëria, është person juridik, ja ka mbledh shoqërisë. Po shoqëria ka marrë një vendim me asamble, por administratori nuk ka pas fuqi se në vitin 2022 ai i ka humbur, domethënë, le të themi mandati i administratorit, që kështu ajo mbledhje Jo, nuk i ka humbur mandati i administratorit, e keni të dorëzuar në QKR aplikimin, thjesht QKR-ja nuk e di pse nuk ka bërë kalimin e administratorit. Shpejt, në fakt, kjo është për noteren e nderuar zonjën Lulieta Cena, e cila ka shkruar një 2 email në adresën e emisionit stop@tvklan.al, që thotë ose dërgon informacionet e saj me shkresa me letra. Dhe përgjigja nga redaksia ishte, gazetari ju erdhi dhe u mbyllët brenda dhe nuk dolët, dhe dolët nga një dere pasme atje. Kishit mundësin më të mirë për të sqaruar gazetarin nëse ju mendoni që jeni në të drejtën tuaj. Por, fakti që u mbyllët, dhe si që janë dokumentet e gjitha për shkak të kohës, nuk përja paraqesim shqiptarëve dhe shqipot ta besojmë të gjithë themi ne, sepse ne nuk flasim kot, është që keni bërë një gabim trashanik. Fakti që prokurorët mbyllin çështjen me ca justifikime idiotë që ka firma banorësh e kujtun çfarë tjetër, është me lytmënç. Fakti që veprimi i shitjes së këtij ambienti përbashkët në kundërshtim me gjithë ligjet, por hajde makar po themi të ishte i pasqyruar në QKB nuk është, kaq mjafton zonja notere. Digjeni pak. Tani do të shkojmë pranë zyrës notariale të noteres Lulieta Cenaj për të kuptuar se si ajo ka mundur që të shes dy dyqanet dhe ajo çfarë është më absurdja, si ka mundur kjo notere të bëjë një kontratë dhe të shes ambientet e përbashkëta, korridorin dhe shkallët. Si është? Është Lulieta? Okej, e mbyllë dërë. Okej, po presim kur dalit.
Po s'është etike, po ju kush jeni? Është ambient publik zyra notariale, nuk është shtëpi. Okej? Kemi ardhur këtu për një 2 dyqane që i ka shit 2 herë, edhe një ambientet e përbashkëta, të cilat janë shitur. Nuk ka dëgjuar ndonjë veshje që të shiten ambientet e përbashkëta. Për këto kemi ardhur. Shumë mirë, unë besoj që kemi ardhur. Edhe shkresa zyrtare i po ja ku i kam, çfarë do kërkoj? Kto do më jepni? Është djali i Lulietës. Po të pyesim juve në fakt. Edhe ti nuk kam lidhje, mos më vejto fare. Po presim të atë. Mbaroj për sot në terjen. Dhe e mbylla, kam vetëm 2 zotëri. Po nga do dalin ata që mbaroj? Unë ka poshtë më në tjetër. Vajza, a do ndryshoj gjë thua në këtë vend? Po pse jeni kaq pesimistë? Po mi thoni. Po. Ja ta them unë një gjë që do ndryshoj. Pas të premtes del dielli. Ndryshon koha. Do jenë temperaturat 25 gradë. E pra? Ndryshon moda. Kush? Moda. Moda, po. Ndryshon, patjetër që ndryshon. Mood ndryshon. Moodi. Po, më thënë si thënë në shqip për moodit. Moodi është Jo humor, jo. Gjendja. Më thënë është se fjala mood përfshin humorin, lukun, qasjen tënde, energjinë pozitive. Në rasti që thu I am not in the mood. Po, ose yes, I am in the mood. Kupton, ka disa variante. Nese. Mood, tha, mood. Si qeshti? Themi vetëm pas pak, po thoja do ndryshoj gjë. Sigurisht pas si momenti prokuroria, ose prokuror që kanë pas gjendë të blidhet. Pata ta mazgaren, qërë janë atje. Nuk vetëm arme dhe bukë. Merë minon, po është e turpshme. Qarë morali ka, pas zaten, kur në këtë vënd, një institucion që duhet kontrollote, qa ke të ludem, duhet kontrollote prokurorët, kanë probleme të tjera. Edhe doli për njerë pas problemi që ne trajtuam të Orger Dermina, i doli për njerë reagoj, s'ka këto! E di, në dëja këtë punë, tha, edhe din organet kompetente. E ka marrë ndorë spagu, që të bravo. Edhe i në dëja, zoti Metani, apo, u në të dëja. Edhe i në dëja, zoti Metani, fol me frymë. Jo, se mos është duke fjetur dhe e shqetsojmë. Zoti Metani është duke bërë raportin gati, do dalimi reagim për njërshë. Do reagojaj? Of, ma. Kthehemi vetëm pas pak. 067-220-88-88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. E kanë qashtë. Që bo më këndja? Do që e diçka. Do që këtë presla, da, ja, oke. Ajde, bajta, e këtë veshin e bukur, ku e keni bleke, Zara, ku thate keni blemi? Jonit, po e jo dje ishe e bleme, ajo, dje për dje. Ajde, gëzuar vajza, shëndeti juaj. Gëzuar vajza. Pa që një fatë mbarë dhe me mëndë në kotë një gjaci. Si u ka thënë gjaci, ja? E të gjoni që e u thotë zysha? Gëzuar, vajza, gëzuar. Me mëndë në kokë dhe këm në tokë, bravo. Gëzuar, vajza, ju raf telebingo të dyjave. Të thuaj. Atere, kemi tërguar, ndoshta edhe nuk është për të bo mua bet, po hajde ke ju kam besim që smeri me laf, afro, mos që a thoni njëri ju. Jo, ja ka rike, se në lyde men, që rrim komi non, gjitha e gotë, që bjetë. A në fakt, kjo kishë momentin që ju më ta merë një kariken. Pra, merë karike, merë, se flasë vetëm pa karike. Atere, kemi folur këtu, ja e mori për je, kjo është me anemi, merë në men, s'ka mundësi kjo. Nuk panë. Kemi folur. Ajo është përgatit për emisione që zjasi 35 minuta. S'ma? Po që ma bateria. Po ka që 35 me kjo do recharge. Problemet e kadalstrës. O, mos. A bete këti. Mo, du kom 25 vjetë, e nuk jam lathi, o, mos. Me 7 muj punë. Ne këtu si emision si redaksi, o e bëjmë kadasën tifusit dytin, o plasim. Do t'jekësh më torke punon me 3.000 gjiro. Ndromi non marshin. 26 vite ka qytetari që prej të marrin certifikat. Vetëm 26 vite. Sa vjetë që ti, mome? Afër 20-ave. Duhet prej se 6 vjetë, kur të mas 6 viteve, që të kujtohet koha. Sa ki jetu ti? Duhet presim dhe sa qkoshtin klas parë, që t'jesh 26. Të masërit, të masërit. E këtoni vajza 26 vite që janë? Si shtyen. O, përse nuk shtyen, pa tjetër që shtyen.
Sidomos ku keme qamerresh, shumë letra kadastër shtyrë. Pa ku lejmë kadastër, AV0, AV1, AV7, AV12, këtë jo në qarë. Mi për problemi që më shqetson më tepër, në fakt, do e ta bëni, sepse ka drejt qytetari, më shqetson fakti dhe gjë, më nervozon madje që kur shkon gazetari emisioni sot, edhe jo vetëm emisionit ton, po edhe emisionëve tjera, e zgjidhin për 5 minuta. Nuk e di si ndodh zgjidhet për 5 minuta. Po pse më keni lënë për 25, 6 vjet, një gjë që është vetëm trak. Po fali pyetje kam. Tashti. Ky është i televizioni madh. Me potencë. Çaj kushton këtij televizionit hapi i zyrë të vogël, gjithë me kadastër. Bravo. Edhe ti jeni aty. Që mos shkoj të vi gazetari, po ti jemi aty ta bëjmë shërbime më. I dit Rigenci, i dit Viola, i dit Domenica. Bravo. Të rinë aty më. Jo, unë propozoj diçka tjetër, kam seriozisht. Edi Rama, kryeministri i këtij vendi, të atashoj të komanduar drejtor një nga gazetarët e emisioneve investigative. Të komanduar. Të emisionit fix fare, të Piranjave. Ku do më të qindove? Çka ka emisionet tjera në këtë vend investigative dhe jo vetëm, drejtori i atashuar. Një gazetar, e thot gazetari drejtorit. Çka ke marrë sot ankesa? Jo vetëm kadastra. Fillon me kadastrin një herë. Një të dogana, një ke Ministria e Financave. O të lutem. Çka ke marrë sot ankesa drejtori thot për shembull Genci i thot këto. Po ti bëjmë, ti zgjidhim, pam dhe mbaroj kjo punë. Pra si të jetë një si kontroll punëtor i asaj kohe. Edhe mbaroj kjo punë, kaq. Edhe knoqet populli, knoqemi të gjithë, edhe nuk janë më 400.000 dosje legalizimit pamarume. E qërë, ndrohen drejtora, ikin e vinë, po njësoj. E vetë në gjë që ndryshon, atyre është llogaria atyre personale, miliona euro. Dhe këtë ta garantoj me jetë, se e dini të gjithë që paguani që nga i pari i këtij vendi ndërtues qoftë, dhe deri ke qytetari më i thjeshtë. Digjeni pak. Denoncimi i radhës në stop vjen për kadastrën Tirana Veri. Përshëndetje. Jam në Urus Myrtaj. Jetoj në Tiranë në njësinë 11 Laprak. Kam bërë kërkesë për legalizim që në 2005. Po, për çfarë? Për një shtëpi 2 kace. Sa metra katror? Në 148, është ndërtuar në 1998. Po. Si shtëpi. Në 2005 kam bërë procesin për legalizim. Tu kemi dhe një vërtetim, të lëshuar më datë 25 maj 2017. Njësia 11, objekti 2 katësh, sipërfaqe gjurmë, 148 metra katror, sipërfaqe parcel 148 metra katror dhe data e aplikimit 16 mars 2005. Deri këtu jemi në rregull. Pastaj çfarë ndodhi? Në 2019 më kanë thënë, është një rrugë për të bërë. Do bëhet rruga dhe do marrë që të ka në proces. Ka marrë 3 herë, kam bërë kërkesë. Më ka thënë do vim të verifikojmë për së dyti. Në 2019 më kanë ardhur 2 inxhinera. E mbaruan rrugën, u bëj ajo matje të atyre në bashki dhe më thanë, mbajnë matjen për së dyti, verifikim, më thanë që për 3 muaj do marrë certifikat në proces, e lejnë e legalizimit, që në 2019 kam bërë letër Artan Lames dhe jam nisur dhe kadastrave dhe nuk më kanë kthyer përgjigje. Jo, kam vajtu diku, kam pyet, më ka thënë dosjen e këtë rregull dhe do pres. Do presësh? Gjithmonë do pres. Kam pritur 26 vite, deri sot nuk është bërë gjë. Kur ka qenë aplikimi më i fundit që ti ke bërë tek kadastra Tirana Veri? Po 19 i 3/2026. Pra, në mars të 2026 është aplikimi më i fundit, ke marrë përgjigje? Jo, nuk më kthyer si përgjigje. Prandaj u drejtova stopit, se nuk kisha mundësi tjetër se si të veproja, se s'misha asnjë përgjigje. Për të rast, Stop komunikon me specialistin e kadastrës Tirana Veri, Arbri Kullolli. Çfarë ka ndodhur me rastin qytetarit Nevruz Myrtaj? Atëherë, unë këtu po shoh që kanë një vetdeklarim që zotëria është në proces legalizimi. Zotëria po më thotë që matjet për herë të fundit evidentimi i objektit në terren është bërë në 2019. Matjet duhet të jenë të 3 muajve të fundit që të shikohet dhe gjendja faktike në terren sepse objekti mund të kenë ndryshuar gjatë gjithë kësaj periudhe. Unë do t'i marr një kontakt zotërisë dhe do t'i nis një grup verifikimi në terren. Mbas kësaj zyra lart do përcedoj me legalizimin. Sipas i vërtetimi, aplikimi nga qytetari është bërë që më datë 16 mars 2005. Sot jemi 2026. Kur do ta marrim më në fund zotëria certifikatën e pronësisë? Do përpiqemi që zotëria sa më shpejt pas verifikimit në terren do vazhdo direkt me procedurat e tjera nga sektori i legalizimit. Pasi të përfundojë gjithë procedura, rasti do të zgjidhet. Dhe pas në rrës emisionit investigativ Stop, ky rast u zgjidh. Shumë faleminderit Stop që më zgjidhe problemin. Sa vite kishe me këtë problem? Kam 26 vite. Për sa u zgjidh? Për 5 minuta. Okej. Sajmir dhe Genti, ky rast u zgjidh.
Ta gëzosh o gjaqë, ta gëzosh për Gjaqi kush ja këthen gjaqit 26 vite pritje? Kush ja këthen? Vonon, por nuk harron. Të thuaj. Vajza, është momenti që falenderoj jashmasi për prezencën tuaj. Jeni të mrekullueshme. Faleminderit që erdhën Kam bën re që ky emision pa ju mund të bëhet dhe më mirë madje. Kështu të më thënë falë, pa ju nuk mund të bëhet dhe nga të rova. Oke. Gëzuar. Një prilli, pra? Një prilli. Gëzuar një vajza gëzuar. Pëmi, se ti edhe për patent, ti do të hapin do të patent, ti e për syze. Hajde, i thrasim? I thrasim. Qi? I thrasim. I thriti. Flonza. Flonza. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.